Njeriu në aspektin e epshit apo në aspektin që me luftu epshin, mund të themi se njeriu i ka dy armiq. E ka shejtanin që vjen nga jashtë, por e ka edhe nefsin që vjen nga brenda. Sa i përket shejtanit, shejtani pra mundohet që fillon ta njeriu nëse mundet me shtin kufër, e çon kufër. Nëse s'mundet kufër, pastaj në gjëna të madh, në gjëna të vogël, pra nuk ndalet. Ndërsa epshi buron nga brenda. Kur e shef se njeriu është i sprovuar me një mëkat të caktuar, qoftë mendjemallësi apo qoftë xhelozi apo qoftë ndonjë smundje tjetër, këtu pra epshi këtu reaktivizohet dhe mundohet që ta shkatërrojë njeriu në atë pikë të dobët të cilën gjendet. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot nuk la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taban lima ji'tu bihi. Nuk ka besuar askush nga ju derisa epshi i tij të jetë pra që e pason, mos të jetë epshi ai që pasohet. Pra momentin që epshi nënshtrohet atyre gjërave apo atyre obligimeve që Allahu subhanahu wa taala na ka obligu, largohet nga ndalesat, pra nuk është pra epshi që pasohet, por epshi është pasues, atëherë njeriu është pra në rrugë të drejtë. Momentin që epshi pasohet, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një farë mënyrë e mohoi imanin dhe tha nuk ka besu derisa epshi të jetë ai që pason dhe jo ai që pasohet.